çka thot Allahu për martesën? Mendoj se tema është e qëllume që ka nevojë të folet rreth kësaj se martesa nuk është vetëm trip, por është një piknisje e një jetës së re, se njeriu kur martohet e fillon një fazë tjetër të jetës. Deri aty që martohet ka qenë i lirë. Ka heja sa shëtit, pa përgjegjësi, kur kush si ka lip azon llogari. Sallamadije ka pas Po. Llogari, ajo jetën e ka çuar në rrugën e Zotit, krejt, po përgjegjësi nuk ka pas. Për kur gjë. Prej martesës fillon përgjegjësia se deri aty që e martuan, dikush ka kujdes për ti. E prej atë ti fillon me u kujdes për dikan. E nuk është njësoj sikur kur kujdeset dikush për ty, edhe ti kur duhesh me kujdes për dikan. E tash masi duhesh me kujdes për dikan, edhe pyetjen të cilën e bën çka ka thonë Allahu për martesën. Allahu ka thonë në Kur'an: "Wankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Ka thonë ato trit, të cilët janë pa martu, beqart, martoni. Po ka thonë edhe në vazhdim edhe robët, edhe robreshët, të cilët janë besimtar të mirë, martoni edhe ato. E tash djemt, secili bab mundohet me martu djalin. Ka dëshirë sa më herët ta martoj djalin. Pa marrë parasysh me çfarë qëllime, mirë apo ka dëshirë sa më herët ta martoj djalin, ta shoh një gëzim, ta shoh një nusën në shtëpi, ta shoh nipa në shtëpi, apo ta shoh që djali pak më shumë të jetë i kujdesshëm për familjen. E njëjti rast është edhe për vajzën. Ka dëshirë baba ta martojë vajzën sa më herët, ta rahajtojë, t'ia xhojë venin e mirë. Mirë, po pash këtu e ka përmend edhe robët edhe robreshët. E tash pse Allahu i ka përmend robët edhe robreshët? Tash në kohën e Muhamedit alayhis salam ka pas rob. Tash nuk ka rob sikur atëherë që ka pas. Një ndërhyrje këtu, se mundet me ndodh këtë shkuptim, rob dhe robresha ka pas në këtë botën përpara, jo vetëm në kohën e pejgamberit. Sklevrit, edhe në perandorinë romake, perandorinë bizantine, u konë normale në atë botë. Tash mundet mu punëtore, a upton? Tash ka në forma të ndryshme. Forma ndryshme, po. Në forma të ndryshme. Jo, a di pse se ka këtë se mundet me dalë dikush me thonë, jo musliman me rob, keni po. Të gjithë ka qenë, po. Ashtu vërtet. Të gjithë u konë, edhe në Vatikan, edhe në Rom, edhe në gjithë konë botë u konë, çështu u konë trendi asaj kohe. Po. E tash mirë po, në Islam robët kanë një tremtman ndryshe sikur gjërat shoqëri. Absolut. Se ka ajete, ka hadise, ka për ata. Muhamedi alayhis salam ka pasën roba, më thot kur robët nuk i kam rënë një shuplak apo me maltratu apo diçka. Mirë po, tash në kohën moderne ka disa lloj robëria pak më ndryshe. Po sjellni një shembull. Po. Ti je gazetar. Me të thirr dikush me punu çoban, ta garantoj se rrogën e kije 2 fish më të madhe se shka je gazetar. Pse ndodh kjo? Se çoban nuk shkojnë njerëzit me punu shumë, edhe lipët, shumë çoban lipët. Nër 1.000 euro rrogë nuk ka çoban. Kur kush nuk punon nër 1.000 euro. Pse është rroga e madhe? Se është puna e tillë çka edhe i martuar edhe çoban është pak ran se delja ka angazhim të madh. Shumë e vërtetë. Ka angazhim të madh. Zakonisht çoban shkojnë do njerëz që janë pa martuar. Pa përgjithësi, në kohën kur kishin të na dele, kur ruishin njerëzit, edhe mirshin çoban. Edhe më kujtohet shumica e çobanëve që kanë qenë pa martuar. E tregon dikush thot e kishmi na çobanin, dhomën e ka pas, atje ku e kanë pas atë argaqin e dhanëve, dhomën e ka pas, ja kina çu bukën, ja kina çu ujin, e kina këshirë se është më mirë, rrogën ja kina dhënë krejt. Amo ki gjali i ri tash thot unë e mendoj pse çobanit nuk i çojshmi ujë më pastru ndonjëherë. Ata turp s'ka pas me kofa, me kusin kanë bajt ujë. 6 muaj verë ka shku i ka shlu dhënt, i ka kollot, i ka prun, i ka kollot, i ka prun. S'ta ka shku menja ndonjëherë kja, be mundet me qenë xhonob, i pa pastër, apo ka nevojë ndonjëherë për ujë. Hiç tot se kena pas këtë dertë atane nga neglizhenca e kanë lënë, jo që kanë dashur mi bën zullum atij. E qartë. Po se kanë menuar shumë. E tash kur e kije një rob në shtëpi, një shërbëtor apo diçka, Allahu ka urdhëruar jo vetëm se me ushqie, me ia dhon rrogën, po ti ndihmojsh për martesë, mos me lëm pa martuar. Sukur djalin tan çka kije dëshirë me martu më herët, edhe robin
me pit, a do në më martuan? A ki nevoj më martuan? Qka duhet me ndimu më martuan? Për martes, që mos me lanë se kja ligj i Zotin tokë. Allahu, Ademin a.s. kër e ka qu në tokë, më njëherja ka qu gruën edhe Havën, radiallahu anha. Për çka? Mos me tu njeri vetë. Me u zhvillu njerëzimi, zhvillohet me martes. In yakunu fukara yughnihum Allah min fadli. Ai nështë është fukara, janë fukara, pa Allahu thot kam i begatu për të mirave të ti. Do thot edhe burri, edhe gruaja e ka rrezikun e vet. Duke qenë barkun e nanës, edhe ati, edhe asaj Allahu ja ka caktuar rrezikin, edhe pse janë të varfër, ndoshta me martes, ato do të zhvillojnë jetën e tyre. Pra, pse është i varfër, a me met njeri pa martua, tash shka me bon, pasanikët kanë pare, kanë villa, kanë banesa, në të martua, të fukarata mësë më martu? Jo, njeri ati ku jeton, ati e gëzon jetën e vetë. Martohet e nin rahatin shpirtrore. E çka ndodh thash në martes? Allahu thot, o min ajatihi, pishenjave të madhrisë Allahut, en khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ju kam kriju juve gra nga lloji juaj. Për çka? Li teskunu ileha, përgjigjen e Allahu më njëherë aty, çka ju gjonin mprehje, pushim, qetësi shpirtërore, se njëri del ditën mëngjes pi shtëpie, del në punë, punon me biznes, punon me lloj pune ndryshe, ku me di çka ka, edhe tash pas në ballafaqime me njerëz, me probleme, me gajle, me derte, gjithë ditën ai është i lodhur, i preokupuar me problemet e jetës, edhe qetësien ku e gjon, kur vjen te shtëpia edhe ulet me gruan i ban dy muhabete, atë e gjon atë qetësi shpirtërore. Li teskunu ileha. Edhe një fenomen tjetër çka ndodh, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Mes juve Allahu ka kriju thot dashuri edhe mëshirë. Në martesë dy gjëra ndodhin. Dashuri edhe mëshirë. Dashuri njeriu mundet me pas edhe me një grua të cilën e ka jashtë kurorës, jashtë martesës, që thojmë na shfalerk, mundet me pas dashuri. A mëshira ku ndodh? Vetëm se ajo gruaja të cilën e ki në kurorë, e ki bon nikah, se ajo pjesë e jotja. E tash, si ndodh mëshira? Ti ose unë pa martu kur kena qenë. Nëse i ka ndodh grave tona diçka dje, dë një ekses, që kështu me thonë? Pa i një vajzë si pa ndodh një diçka, nështë ta mërzitësh pak, po kur gjon heq. Apo neve me na pas ndodh diçka, një ndeshje apo një diçka, e filan gjallit i kish ndodh një diçka, e nin, këtë dhimbjen, kur e morim një lajm në Facebook apo në rrjete sociale, dikon se i ka ndodh dikuj diçka, gjitha dhimbën. Mirë po, mas martesës, burrit një gosht e vogël me hin kam apo në gisht, gruaja e nin dhimbjen. Edhe gruas krija i dhem pak, burrit del në rrugë i mërzitshëm. Për çka? E lash gruan smut të shtëpia. Kjo është Allahu ka lëshu dashuri edhe mëshirë. Shumë sqarim i mrekullueshëm. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Këto punë kush i kuptojnë? Kuptojnë njerëzit të cilët logjikojnë, njerëzit e mendshëm. Pra Allahu është çka ka thonë për martesën, çka ishte edhe pyetja jote.